Bukur. Hadi, shtoj një karike. Djema, më në qendër karike. Qo, gati, tu. Shoku zëvendës shefi shtapi përgjithshëm. Efektivi është mbledhur si pasurit tuaj. Komandi tokës Dilo Becellari. Ulu. Ju kemi mbledhur për të komunikuar një urdhër të rëndësishëm. Ky urdhër bën pjesë në kompleksin e masave që ka marrë dhe po merr Ministria e Mbrojtjes Popullore për eliminimin e pasojave të grupit fuqist në ushtri. Fatkeqësisht, edhe këtë qendër të mashtrimit kuajve, ata e kanë përdorur si pronë të tyre. Për këtë arsye, partia urdhëron që kjo qendër brenda 10 ditëve të shpërbëhet. Derisa të kryhet shpërndarja, efektivi juaj do të vazhdoj punën. Me leje shoku zëvendës shefi Nuk shtapit diskutohet përgjithshëm. urdhër. Po të kesh gjë, e janë ministri. Siguron. Kishe gjë ti shok. Jo, shoku zëvendës shefi shtapit. Më fal. Atëherë mbledhjen e deklaroj të mbyllur. Pse duhet shkatruar? Tërë s'po marrë gjë. Urdhrat e partisë nuk diskutohen. Shoku shef, Divi është i smur. Divi? Po. Për mendimin tim, simptomat janë tepër të dukshme. Flegmatizmi, temperatura, syri i skuqur, anamneza. Të gjitha këto më bëjnë të dyshojnë për një sëmundje tepër të rrezikshme infektive, që do një kohë mjaft të gjatë për të kuruar. Ktu mbetet vetëm një rrugë. Ky kal do asgjësuar. Shflet mëre. Ky kal është i shëndosh. Për mua jo. Unë jam mjek, jam specialist. Shoku Agron, ju gjithmonë nxitohen. Unë për vete jam me doktor Eliun. Kali do azisuar. Pse mos ta mbajmë në karantinë? Për karantinë as që bëhet fjalë. Ne nuk dim ku kemi kokën. Për 10 ditë e gjithë qendra do të shpërbëhet. Ti e kupton? Urdhë ministri. Unë se marr vesh. Ta zgjedhësosh një kal si ky që na ka kushtuar kaq shumë mundë djersh për të arritur, është marrëzi. Unë e di Agron, se sa kushton kjo qendër. Di dhe vlerën e çdo hamshorit. Po ky është urdhër. Dhe ai zbatohet. Po unë ju siguroj me bindje që ky kal nuk është i smur. Të lutem me strep. Merë një ushtar dhe azisohet. Sjordon. Prit. Malini mu. E vras vetë.
Ç'ti bësh? Gjuna pra Gronin thoi, do të fitonte kampionatin. Çfarë kampionati? Ne po na ikën filizi më i mirë i Tufës. Ke hapur ndonjëherë tjetër varr? Jo, shef, ky është i pari. Romët, kështu varosen. Diku në pyll ose buzë në i proj. As njeri nuk e di se ku i ka romi varet të dashur. As nëna, as gruja, as fëmijët. Sepse, po ta dinte Aregjiu ku i ka i dashurit i varet, nuk do të shtektonte më kurrë, do bëhej si gjithë njerëzit e tjerë, do t'i priteshin këmbët. Ai që e hapte varin, e mbante llafin shef, nuk e nxirrte kurrë. Se përndryshe, dënoj rënd, shef. Të bën zemra ta vrasësh? Ta zbraz gjithë karikatorin. O bëre mik me Arigjiun, a i dë kokën, nuk të shet, apo na? A ja dhe si po bab. Këtë vajzën që kërcen do t'a marrë për nuse. Nga Beli nuk e nxjell llafin. Ja thot vetëm vetes dhe varet. Apo na? A ja dhe si babo. Ashtu.
Kam vendosur të hyj ministrit. Ti mendon se urdhi të pezullohet? Nuk e di. Por ky veprim dëmton rënd mbashtrimin e kuajve. Më mirë mos shko. Në ushtri po bëhet një organizim total për menjanimin e pasojave të grupit fuqist. Kujdes. Me të thatin, tiket dhe njomi. Po ky veprim është absurd. Shkujton ti, more, se të tjerët nuk e kuptojnë një gjë të tillë. Ka dhe më të zgjurë se ti edhe e qepin gojën. Më mini qelës këtu se sa një shkel nga prapa edhe shkon në svet pastaj. Absurd. Mjaft. A, s'u qëta ka, du? Po pse bie kalit more? Bale më dap, Çfarë more çep? ku në rane grastë? Shëtër mos! Si more? Ku dardal, mana? Na qaqo ka që atut me tut më. Turp. Një oficer. Një intelektual të ziret me grushta. Që për kështu mërë? S'ka rëndësi si jam bërë. Ne nuk duhet lejojmë që kjo qendër të shkatrohet barbarisht. Për tekat e këtij apo të atij. Agron. Pak me i kujdesshëm. Që janë këto fjalë pa dogan? Barbarishte, vepre e këtij apo atij. A e di kush e ka firmosur atë urdhër? Do e mos që di. Po ti si kolegu im nuk e kupton se ky urdhër është i dëmshëm? Se kujt nuk mund të lidhje me fuqistët dhe se është kriminale ti lesh të ngordhi mëzet e njom? Po heshtëm. Nesër do t'jetë vonë. Pse s'flasim? Ju këshilloj të mos bëni pyetje të tilla. Duhet i shikoni gjërat më me partishmëri. Shoku Enver ka thënë se lufta e Kush je ti mërë që më tregon parimet? Që një e dy më përmend partinë. Pse nuk të pëlqejnë ty parimet dhe Ja nuk më pëlqejnë. Se ti ke kthyer ato në një mjet abuziv. Jeton vetëm me fjalime dhe me citate. Papakall. Agron! E dëgjuat? Nxitoj. Nga gjatë nxehtësia. Sa po u kthye nga një udhtim i gjatë. Komandant, nuk duhet i bëni krah kujt atje ku nuk duhet. Unë nuk po i bëjmë krah, po shpjegoj gjendjen e tij. Organizo nisjen e kontingjentit dytë për kepën e Rodonit. Kur të kthehesh e bisedojmë prapë. Merre me qetë. Komandant, jeni komunisti vjetër dhe gjërat duhet i shkoni me syrën e komunistit. Jo të minimizoni. Ajo që shprehu Agroni këtu duhet bëhet problem në organizat. Shoku Enver ka thënë se lufta e klasave zhvillohet dhe në gjirin e partisë. Çka thënë shoku Enver për luftën e klasave dhe di më mirë nga ty. Zbato urdhën. Sigurisht. Ciao! Shoku shef, toka është gjatë për veprim. Si jeni mirë? Jurojmë shëndet. Ka që ndonjë këti? Jo, është bëndi mrekullueshëm. Po vjen. Në rregull. Gema, veproni. Shpënot. Ata gjuhet je dështon. Derë vjen përballë. Një plum kokës e top e në vend. Po e takoj, ministr. Jenë vete, mos mërtjan, mos dilë në balës e të zëplumi. Ta thash njerë, për shkrirjen e repartit ka urduar vetë shoku Enver. Po mbase ky është disinformim, se ndryshe s'mund të jepë një urdhë i tillë. Reparti juaj është konsideruar si qendër infeksioni fuqist. Po dallallak. Ku ai me biografi të keqe? Mos mërtit!
Servant atje. Të veshme. Të shkatrosh një pun kaq veçare. Duket se e ngritën gjallën. Kujdes mos qello për paraministit se ka zët. Kur qelloj? Ja u varë zorë dhe qaf. Shokoj Stef, vë pas që është di. Hec. Hia. Hec. Ku e keni gjetur atë kalju? Kalimir, e kam të gjokës së bardhë. Ma ka lindur 3 vjet më parë. Të pëlqen zotrote? Ti Kali nuk i hipën njeri veç meje. Jana mëre. Kalë është i repartit tonë. I gare që. Unë e kam pritur me këto 2 duar. Janë amëre. Janë amër, komandant. Ase e gabojnë. Ka ku e që gjasë. Merë pelën. Në datën 6/8, në vend banimin e një kampi arigjinsh pranë repartit të rritjes së kuajve, një kali smur është shitur atyre nga zootekniku Agron Kurti, i cili ka kundërshtuar urdhrin e komandës për ta zgjesuar këtë ekzemplar të rrezikshëm. Personin në fjalë shpreh pakënaqësi në lidhje me urdhrat e partisë, si dhe lexon literaturë borgjeze revizioniste. Po kështu, ai ka patur lidhje të vazhdueshme me fuqistët dhe u ka shërbyer atyre me devotshmëri. Për arsye personale, detyrohem të mos e vë emrin. Këtu banon Agron Kurti? Si urdhëra? Të paraqitet në Tusi. Ditën e mirë. Mirdita. Mirdita. Desha të di për Agron Kurtin. A e dini kush e ka thirrur? Nuk e di. Ju punoni në televizion? Çfarë lidhje keni? Është burim. Alo, shef, më falni që po ju shqetësoj. Kanë ardhur nga familja Agron Kurtit. Po. Hajde pak më vonë, ka akoma punë.
Desha pak shokun Sinan. A dal. Do kthehet? Nuk ka lënë adres. Faleminderit. Alo, shoku Sinan? Kam një problem. Jo, çështje familjare. Mund të takohemi? Në repartin tuaj kemi patur një kartë sëmur, të cilin ti e ke shitur. Ju thash, nuk kam shitur gjë. Sa dhe pse shite? Se pranoj. Dëgjoj. Mos u mundohet më horë se ne i dim të gjitha. Kemi fakte. Ju thash, nuk kam shitur gjë. Ai ka lu azjesu. Ku? Në pyll. Ai u azjesua për shkak se dyshoje për të. Po unë shoku hetus që betojmë se ai kal nuk ishte i smur. Si t'ju them, ata e kishin zili atë kal. Zili? Po. Ai ishte i kal i fort. Ishte i kal. Ai mendoj të dilte kampion. Ishte i kafshë rrallë. Një kaq i shërbeu armiqve dhe fuqisve. Kurse ju jeni një krysh i tyre, një zagar. Por diktatura e proletariatit do të fshin nga faqja e dhëut me fshes të hekur disa kështut kallëpituaj. Qen! Shoku hetus ju na loj të më fyeni. Me këto duo do ta marr shpirtin, armik! Nuk jam armik! Unë të them, armike! Po jo! Pra nuk e ke shitur, po e ke groposur. Firmos. Nesër në orën 15 do të paraqitesh përsëri. Qero. Na këtu. Mos u largo. E mor birë, që të thanë? Pas gjë, baba, që është e punë? Po shkoj të marrë merin. Mirë. Përsëri do thresin. Ma është hapur proces. O, sot. Hetus ishi të meshëm. Cinik, provokus. Të fyëndë. Të poshtronte. Kusht ke denoncuar? Se di. Ka njerëz që merren me këto gjëra. Ju sjell gëzim fatkeqësia tjetrit. Kam një parandinë se do të më arrestojnë. Ç'thua kështu? Po ti s'ke bërë asgjë. Çfarë s'ndodh këtu? Pak e kam mësuar. Mos fol marsira. Mos më mërzit. Asgjë s'ka për të ndodhur. Shkojmë kinema? Më lejoni, nga ana e Komitetit Qendror të Partisë, që sjell juve përfaqësuesve të popullit në këtë organ të lartë të pushtetit, përshëndetjet më të nxehta dhe urimet e përzemërta për punë të mbarë në këtë detyrë të shenjtë me përgjegjësi të madhe që na ka ngarkuar populli.
populli ynë i udhëhequr sikur do herë nga partia. Ka korrur fitorje të reja, gjithnjë më të mbëdha, në të gjitha fushat. Qeveria jonë, e drejtuar nga shoku Mehmetçeu, ka justifikuar plotësisht besimin e dhënë, duke zbatuar me besnikëri porositë e partisë dhe ligjet e vendimet e Kuvendit Popullor. Është për këtë arsye, Komiteti Qendror i Partisë më ka kërkuar t'i propozoj këtij kuvendi që shoku Mehmetçeu, si bir besnik i partisë dhe i popullit, dhe me një eksperiencë të madhe në punës drejtuese shtetërore, të ngarkohet përsëri me formimin e qeverisë së re. Gjeta dhe ti vënd ku në solës. Se po të gjajnë. Duro dhe pak, tani fillon filmi. Rolin e partisë në ushtri. Ta komplotistë vazhdojnë më poshtë ai, kërkonin ta shkëpusin ushtrinë tonë popullore nga partia, duke tentuar ta kthenin atë në një ushtri të tipit borgjezo revizionist. Ti e ke kallëzuar në degën e punëve të brendshme. Ku? Dgjoj, mos më luajt pa diturin se nuk të shkojnë me mua këto. Po ti se burja kështë e thënë më sy. Po ti të merron suksesit dikujt dhe ke përbosh janë gjithë tjetër. Gaboni, unë bëj detyrë. Po detyrën e shpifjes e të trilluesit bën ti. Ju lutem shumë mos më fyeni. Unë nuk po të fyej, po them ato që ndjej. Të dëgjoj këtu. Para gronit ke të bësh me mua. Unë s'kam se ti trembe mas kujt. Dhe po ua përsëris. Për të dytën herë dhe për të tretën herë. Unë bëj detyrën. I shërbej Republikës Popullore të Shqipërisë. Dëgjoj. Ata të etusis do të vinë këtu. Unë, ti dhe Agronit do të shkojmë tek vendi ku është groposur Kali. Mjerë ti pasaj. Kot. Mjaft. E qartë shoku. Turp. Mashtrues. Të dërkoj ndjesku. Tani është tepër vonë. Nuk kam më vlerë. Po ta them në sy atë që mendoj. Kam mësuar një zgënjim të plotme. Kam konsideruar si shok, si vlla. Për hatrin tënd nuk kam rënë në qafë të tjere. Mos më dilë më përpara. Gënjeshtar. Të ti njëri me bes. Po t'ju bëre një me Agronin. Me atë të mashtrus. Me atë laket fuqistëve. Po ai nuk është mashtrus o shef. Mashtrus edhe armik bile. Këpo të qapët. Për jashta. Çfarë ke me ushtarin? Urdhra? Në qoftë se burr, thuaj këtu çfarë mendon për mua. Mendimet e mia për ty do t'i them atje ku duhet. Gjithë jetë me poshtërsira e marrë. Shiko Agron mos më fyej. Të paktën unë nuk merrem me xhambazleqe. Nuk u shes kuaj argjive. Më lësho bravo.
Ç'bëre? Brenda është agron Kurti? Po, brenda është. Pse? Në emër të popullit jeni arrestuar. Çfarë ka bërë? Prangat, Po çfarë ke bërë mordial? nisëm. Po ç'është kështu mojnuse? E të para. Ku shkon me bi? Ku shkon? Tek babaja. Ai duhet bëj diçka. A be picinare minuse? Qyqja gaxhia. Kush është? Urdhëro, çka kërkon? Hape, mama, hape. Jam unë. Agronin arrestuan, baba. Mos u mërzit. Që tani do bisedoj me shokun Sinan. Liza, Lena drejt filmit, silli gotuj. Ashtu si shtere bustin e shokut e në verë, ashtu do t'i thyrim koska. Qenë! Rako, vazhdo! Ja. Agron Kurti, akuzohesh për shpërdorim të detyrës, për përvetësim të pasurisë socialiste dhe agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor. Për gjitha këto kemi fakt. Si të pranosh, si jo, për ty njësojsh, do dënohesh me 18 vjet heqje lirie. Nuk kam bërgjë. A venu ushtarja të lini gras
tha shefi, Meri duhet largohet nga transportimi. Kuptove? Meri, lërini tekstin e lajmet këtu dhe paraqituni tek shefi. E ke parë shefin? Iku në komitetin qendror, kishte një mbledhje. Pas shpartallimit të grupit fuqis në ushtri, masat tona punojnëse në unitet të qelnik rreth partisë me shokën Enver Hoxha në krye, janë mobilizuar si asnjëherë për realizim në objektivave të planit. Mund të mbarë, more. Gjë, si e ke halli? Desha takoj pak zëvendësministri. Zëvendësministri nuk e ka shtëpi zyrë pritje. Lutem, më ndihmo, ashtu e kam. Ik gjë se do më bësh me fjalë. Tu një tjetër. Shoku e stret. Pa mërë Gjagja, qëfar të? Jam babaj Agronit, s'më mbani mund? Babaj. Po si jeni? Ju lutem, ndërhyrni që çështja e tij të zgjidhet. I mbirë është i pafajshëm. Po? Ju jeni dhe shok. Gjagja rini i qetë. Partia i gjykon gjërat drejt. Kini besim tek ajo. Partia e di që është mirë dhe që është keq. Tu një tjetër. Ju lutem ndërhyr. Po ju thash pra, kini besim tek ajo. Do të përpiqem të bëj diçka për ju. Faleminderit. Kryetar, largohu, mandej. Kush e di ku të shtëpinë të shkoj. Dëgjova se do të internojnë në fshatrat e Belshit. Atë internuan edhe kastat. Me shkreta Zekie. Po me pleçka. O, biri në nëskrije. Sot i më dhe gjithë që të të Shoqin, nuk e internojnë shoqin? Me duket se e ka ndarë. Mirë ka bërë. Shoko e verë ka thënë se luftën e klasave do ta zhvillojmë edhe ngjirin e familjes. Për mua ka bërë gabim. Është treguar e dobët. Ja mare, roq miopi politike. Unë këte do të ngre edhe mbledhjet blok. Po si thash gjë, more? Në orën 5 i kemi mbledhje. Po, im tha që përpara se të fillim mbledhje, po në shmanga, është drejt. Shi gjemi se bebe. Kemi rrugën. Astrid! Kur do? E kemi rrugën bashkë. Po Aslan, e di si është problemi, ne kemi një sebeb ke Aslan. Drejt në mi. Drejt në mi. Ndodhi ajo që kisha frikë. Akuzohet për agitacion e propaganda, abuzim dhe shpordërim posti. E dija unë. E ndjeja fundin e tij. Prandaj dhe s'bëre asgjë për ta shpëtuar. Jam i pafuqishëm ai bi. Faji i tij tani rëndon dhe mi mua. Po nuk të gjen gjë ty jo. Me gjen që me të. Sot edhe shokët mu larguan. Kam shok, kam miq, kam krah. Por ama kafene piva në këmbë, nuk e mora si herë të tjera. Të gjithë më thënë kur ishin sikur të isha me lebroz. ma i bi. Agronin ka kush e mbron. Por tani duhet menduar për ty. Për ne të gjithë. Vete ka faj. Që duaj ati të ngatroj me qeverin. Rima, ma se nuk di gjëti. Agroni s'ka asnjë faj.
Ne e dim që që shprehur disa herë kundër pushtetit popullor. Por, një deklarat nga jote do t'ishte me shumë vlerë. Pastaj edhe ne do ta shpërblej. Partia është treguar gjithmonë zëmërgjër me ata që e kanë hapë zemër, edhe që e kanë dëgjuar këshillat e saj. Dëgjoj. Do të kthej përsëri në televizion. Për këtë të premtoj me idealet të partisë. Po kjo varet shumë edhe nga qëndrimit. Pastaj kjo ka të bëjë shumë edhe me të ardhmen e Agronit. Je grua zgjuar, kupton? Kurva. Pesë në provokonte. Ec. Meri, qetëso. Është më mirë t'ja pësh fund sa histori. Ç'të bëj? Si ç'të bëj? Ta ndash më. Të shkosh që tani në gjykat. Kështu thua dhe ti? Po çfarë preti të them? Jeni apo s'jeni në vete? Si që nga normale të ndahesh nga burri. E po mirë pra mbaj atëherë. Sigurisht që do e mbaj. Unë e kam dashur dhe e dua. Ne nuk mund të ndahemi. Po duhet ta bësh. Pa mendoj një çik për mua që jam shefe kuadri. Për maman, për babain, për të gjithë ne. Ti do t'ishe lutur. Po unë që presim fëmijë. Ç'do të bëhet me ta? Apo punë e madhe se tritet pa baba? Po pikërisht këtë po të them dhe unë. Po të më dëgjosh mua shkohiqe. Është më mirë mos vi fare në këtë botë se sa të vuaj gjithë jetën si një fëmijë armiku. Po tjere. Një vit ty plaga jote do të mbyllë. Kush e di se sjell jetën? Faleminderit për këshillën. E shikoj që u shqetësova. Mirë që e more vesh. Në qoftë se nuk e bën dot të gjë, atëherë do të ndahesh përsë gjallë nga gjithë njerëzit e tu. Ne nuk mund të durojmë që gruaja e një armiku të hyjë të dalë në familjen tonë. Është çështje parimi? Jo, është vetë mbrojtje thuaj. Ju jeni gati të zhvisheni nga çdo ndjenjë humane, vetëm për të shpëtuar lëkurën. O, turp. Mary. Më fal. Fundja unë për ty e kam. Përse do ta mbyllësh jetën kaq e re? Ai mund të dënohet të paktën në 10 vjet. Është sakrificë shumë e madhe. Mirë pra mirë. Bëj si të duash. Me gjeni, mami. Urdhëro, kati i 2, dhoma 95. Faleminderit. Hyrë. Qetëso. Ha, më vëngjel. Ç'kemi? Nga shtëpia si jeni, mirë? Faleminderit, mirë. Lize një cigarë. Po mundohem ta lë. Oh, sa mirë do të bësh, helmësht. Kam dëgjuar se Stalini, kur u takua me Churchillin dhe Rooseveltin, e ndezi veti pari. Dhe e di si u justifikua? Unë përpara elmoj veten, tha pastaj të tjerët. Ju kam thirrur për një çështje që na takon të dy. Ose më saktë, dua të jemi ndershëm, i sinqert me ty. Mos të mbaj gjithë fshetë. Nuk do të më vinte mirë që një ditë të befasoheshit dhe të thoshit pse s'ma ka thënë strefi këtë gjë. Më thirrën shokët e udhëheqjes për çështjen e urdhit 1926. Ata janë të pakënaqur nga zvaritjet në zbatimin e tij. U përpoqja të justifikoja, por më kot. Ministri kërkon ullësira për zgjidhjen e çështjeve të atjeshme. Po ti çfarë u the? Ato që dije. Pyeti edhe për ty. Ashtu?
Pavarësisht nga mendimi im, ata nuk janë dakord me apatin dhe heshtjen tënde të deritalishme. Për këtë më keni thirrur. Pse, mos bëra gabim? Kush tha? Po unë duhet të di, më keni thirrur si estref apo si e pror? Po ja ti si e mendon. Para se të vija këtu, sa herë më ka folur estrefi, nuk e kam dëgjuar. Atëre dëgjom si e pror. Nuk ka rëndësi të dish në të thërret e strefi apo e prori. Duhet ta kesh të qartë se do të dalësh në gjyq, në tusi. Agroni me sa di unë se shpejti del në gjyq. Prandaj po të lajmëroj. Pas ti e kanë radhën tjerët. Fuqistët kanë lënë shumë bishta mrapa. Nuk është mirë ti jesh i pa përgatitur. Je në fund karrierës. Ke grua, ke fëmijë. Është mirë ta mbyllësh me nder. Vërtet duhet mbyll me nder, edhe për fëmijët. Fundi që nga e vështirë. Nëse prish diçka, nuk e kohë që ta ndrejsh. Ju faleminderit. Mund të largohem? Po si? Këtu është gjithçka. Në çdo sked kemi shënuar cilësitë e çdo kali dhe pele. Moshën, racën, seksin dhe preardhjen. Ruajeni këto dokumente, se në to është një punë e madhe për të krijuar kryqëzime të reja në përshtatje me kushtet e vendit tonë. Ja për shembull, këtu është mosha e bunës. Tasaj pelës bardhati, racë e pastërt arabe. Vjeç 4, pesha 150 kg. Këtu janë shënuar gjithë mjekimet. E kupton se çfarë rëndësie kanë këto Hayreddin. Merë. Heri letrët të o, komandant! Dele në më kosë një pu! Et! Mirë se erdhe. Ke frikë, asgjë s'të gjë. Të lutem mos thirr se na dëgjojnë komshitë. Duro dhe pak se mbarova. Dy orë do ta mbash trupin.
Mateo, e pranoni akt akuzën? Nuk e pranoj. Shoku prokuror, keni gjë për të plotësuar? I pandehuri në hetusi e ka pranuar akt akuzën dhe nuk e kuptoj se po e mohon këtu. Gjuna që po i dënojnë. A i kalë nuk ishte i smuro komandant. Kote, brat. Kot. Unë jam rritur me skuajve. Ja një mirë huqet, e gërsin. I një shpirtin komandant. A i kalë ishte një mrekulli. Kote, brat. Kot. Agronin e kishin zili. Ne gabedet, si që njohim kuajt, njohim edhe njerëzit. Vangel Lazani, paraqitu në salë. Më falni. Vangel Sotir Lazani. Jeni thirrë dëshmitar në çështjen penale në ngarkim të pandehurit Agron Kurti. Përpara gjykatës do të thoni të vërtetën, ndryshe mbani përgjegjësi sipas ligjit. Betohem. Datindja? 1921. Me parti apo jo? Jam pranuar në vitin 1944. Pra jeni komunist? Nuk e di. Jeni në gjyq këtu. Më vjen keq të tërheq vërejtën një kuadër si ju. Përgjigjuni saktë. Ju më pyetet, ne jam apo jo komunist? Unë u përgjigja. Doni t'u lexoj edhe një nenin për dëshmi të rreme? Jo, e kam qartë. Ajo dëshmi më ka tronditur, më ka lënë pa gjumë. Atje mund t'isha unë dhe shumë të tjerë. Por ne heshta, u treguam të zgjuar, prandaj jemi të lirë. Dërsa i u tregua naiv. Dhe unë e dija se ishte krim shkatërrimi i qendrës shkencore për të cilën shteti ka investuar vite radhësi. Të gjithë e ndjenim, por nuk flisnim. Të rëmbeshim se po të ngrinim zërin, shkelim në drast të kalbë. Ja pse heshta. Kështu pra, unë jam njeri nderuar, gjëmë nuk kam në kam. Por brënda meje, fshihet një njeri tjetër. A i flet me zë të ulët, por i thot gjërat ashtu siç janë. Sa qindra mira njerëz nuk thonë atë që mendojnë. Këtë njeri e kemi sjell ne në këtë bankë. A i fshehu një kalë, se ishte i bindur që e drejta do të dilte. Por ne nuk e lam. Unë heshta se nuk doja të lashe. Kështu dhe të tjerë, po mes nesh ka një ndryshim. Unë heshta jam i lirë. Dërsa i ngriti zërin dhe aku ndodhet. Tërë këto ditë kam pyetur veten ç'është nderi. Gjithë këto ditë kam pyetur atë pra njeriun brenda meje. Ky njeri ka thënë të vërtetën apo jo? Dhe zemra më shpërgjigjur të vërtetën ka thënë. Katërimi repartit ka qenë një krim. Ja pra, këto tha ky djalë, asgjë më shumë. Mama u ha porta. E arrestuan edhe Evangelin. Agronit i dhanë 15 vjetë burgë. Letë të dëgjoj, që shnesër duhet bëj divorcin. Të të hedhe një organ? Ti e Agron Kurti. Në bazë të ligjit,
I shkurorzuar nga qytetarja Meri Krasta, e cila ka kërkuar prishjen e kurorës për arsye se i dënuar për krim politik. Firmose. Doktor, ta qojmë në spital. Bună de mai. Caps.
Jeri qenë, Shfarë ke më pësi që vonë? E pyet, e? Gjiliftar, qojnë i Tolim. Ja, babi. Shkoni te babi. Gjani babit, shpirti babit. Hamik. Mi. Agron, po ty s'pas ka da njëri të pres? Ja së në nga unë. Ja të falënderit. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Urdhra. Më falni, a e dini ku banon Haki Kurti? Haki Kurti? Jo, më shok e keni gabim. Nuk e di.
Rukie, o Rukie, urdhra, mos e di ku banon Haki Kurti. Haki Kurti? Po hu, ka kohë që kanë internuar. Që kur I futën djalin në burg. Ju lutem zoti deputet, ç'keni për të thënë elektoratit tuaj? Rruga drejt demokratizimit është e vështirë. Dhe demokracia shqiptare I ngjet asaj foshnjës së vogël që ka lindur e shëndosh, por që ka nevojë për një nënë të mirë që ta zhvillojë dhe ta arrijë që ajo të ecë vetë përpara. Faleminderit. Për sa I përket elektoratit tim, unë I them që të ketë besim tek unë. Ju falenderoj. Agron. Agron ti?